A është motori juaj i lodhur apo po e lini të vdes ngadalë? Shumë shofere shohin kilometrazhin në pultin e tyre si një numërim mbrapsht për skrap. Ju vini re se filimi është dembel, tingulli është më jashpër, dhe gjilpra e gazit zbret më shpejt se llogaria juaj bankare gjatë pushimeve. Por para se të pranoni se makina juaj është tashmë në moshën e saj, më lejoni t'ju them diçka. 90% e motorëve nuk janë të vjetër. Ata thjesht janë bëtur nga neglizhenca. Të shkosh në garazh sot është si të shkosh te mjeku. Hyni me të shtitje dhe largoheni me një faturë që duket si numri telefonit të ishit tuaj. Kjo është arsyeja pse në këtë video ne do t'i lëmë mënjan mrekullit dhe do të përqendrohemi në inxhinierin inteligjente. Sepse unë do t'ju tregoj 22 truke përfundimtare për t'i kthyer motorit tuaj atë butësi dhe fuqi që kishte ditën që u largua nga agjencia. Dhe kushtojeni vëmendje detajeve përfundimtare, sepse është diçka kaq qesharake e thjesht sa shumica e mekanikëve nuk ju thonë. Thjesht sepse nuk është në interesin e tyre që makina juaj të ndalojë së prishuri. Nëse keni menduar se për të pasur një motor të ri ju duhet të blini një makinë të re, përgatituni të ndjeni shumë të mashtruar. Le të fillojmë. Kontrolloni dhe rregulloni presionin e gomave çdo javë. Ndoshta po mendoni se gomat nuk kanë të bëjnë me motorin, por ato janë më të lidhura nga sa mund ta imagjinoni. Kur gomat tuaja janë të ulta në presion, madje edhe me gjysmë kilogrami, rezistenca ndaj rrotullimit rritet në mënyrë dramatike. Motori juaj duhet të punojë më shumë për të lëvizur të njëjtën peshë me të njëjtën shpejtësi. Është sikur po e shtuni makinën me frenat e vendosura lehtë gjatë gjithë kohës. Kjo tërheqje shtesë përkthehet drejt për drejt në më shumë konsum karburanti. Studimet kanë treguar se gomat e frura në presionin e rekomanduar mund të zvoglojnë ekonominë tuaj të karburantit deri në 3%. Kjo mund të mos t'ingëlloj shumë, por nëse mbushni rezervuarin çdo javë, po humbni litra gazi që motori juaj po digjet pa nevojë, vetëm për të mposhtur atë fërkim shtesë. Më keq, kjo ngarkesë shtesë jo vetëm që harshon karburant, por gjithashtu gjeneron nxehtësi të tepërt në motor. Kur motori punon më shumë se duhet, gjithçka nxehet, vaji degradohet më shpejt, komponentët e brendshëm përjetojnë më shumë stres termik dhe jeta e përgjithshme e motorit shkurtohet. Procedura është qesharake e thjeshtë, por pothuajse askush nuk e bën atë vazhdimisht. Blini një matës presioni digital të mirë. Ato kushtojnë rreth 10 ose $15. Çdo javë, mundësisht në mëngjes para vozitjes kur gomat janë të ftohta, kontrolloni presionin e secilës gomë duke përfshirë rezervën. Presioni i duhur printohet në një etiket brenda kornizës së derës së shoferit ose në manualin e pronalit. Mos përdorni presionin maksimal që është shtypur në anën e gomës. Ky është presioni maksimal që mund të përballojë goma, jo presioni optimal për automjetin tuaj. Rregulloni secilën gomë në presionin e duhur. Përfitimet shkojnë përtej kursimeve të karburantit. Motori funksionon me ngarkesën e tij të projektuar. Temperatura mbahet në intervale optimale dhe konsumimi i brendshëm zvoglohet. Është një truk 2 minutësh që fjalë për fjalë zgjat jetën e motorit tuaj pa pasur nevojë të prekni asnjë pjesë të vetme nën kapuc. Pastroni ose zëvendësoni filtrin e ajrit rregullisht pa justifikime. Motori juaj merr frymë saktësisht siç merr një frymë. Ka nevojë për ajër të pastër për të funksionuar siç duhet. Sa herë që motori përfundon një cikël djegjeje, ai thith mijëra litra ajër përmes atij filtri. Kur filtri është i bllokuar me pluhur, polen, insekte dhe të gjitha papastërtitë në rrugë, motori juaj po lufton fjalë për fjalë për çdo fërmarrje. Energjia bie sepse nuk ka oksigjen të mjaftueshëm për të djegur karburantin plotësisht. Konsumi i gazit rritet sepse kompjuteri zbulon më pak ajër dhe rregullon gabimisht përzierjen. Dhe në motorët turbo, problemi zmadhohet. Ju do ta ndjeni atë turbovonesë si një grusht në stomak sa herë që përshpejtoni. Ekziston një mit i vazhdueshëm midis disa shoferëve që besojnë se një filtr pak i ndotur funksionon më mirë sepse supozohet se pasuron përzierjen. Kjo është krejtësisht e rreme. Një filtr i bllokuar nuk pasuron asgjë në një mënyrë të kontrolluar. Thjesht mbut motorin dhe e bën kompjuterin të hamendësoj se çfarë të bëj. Rezultati është djegje jo efikase, karburanti i humbur dhe humbje e energjisë. Kontrolloni dhe pastroni me përpikëri lidhjet elektrike të motorit. Motorët modern nuk janë makina thjesht mekanike.
Ato janë sisteme elektronike komplekse ku dhjetra sensor flasin vazhdimisht me kompjuterin e motorit. Çdo sensor, çdo aktuator, çdo modul është i lidhur përmes lidhësve elektrik. Me kalimin e kohës, lagështia, nxehtësia e motorit, kimikatet e naftës dhe dridhjet e vazhdueshme bëjnë që ata lidhës të zhvillojnë korozion. Ato kunja të vogla metalike brenda lidhësve ndryshken ose mbullohen me një film jeshil ose të bardhë. Papritmas, lidhjet që duhet të jenë të forta dhe të pastra, lirohen dhe kontaminohen. Simptomat janë zhgënjyese sepse janë me ndërprerje. Motori funksionon në mënyrë perfekte një ditë dhe të nesërmen ka një boshe të çuditshme. Drita e motorit të kontrollit shfaqet dhe zhduket në mënyrë misterioze. Një sensor oksigjeni duket se po dështon, por testet tregojnë se është në rregull. Problemi i vërtet është se sensorët po dërgojnë sinjale të dobta ose të çrregullta në ECU sepse lidhjet janë të pista. Kompjuteri po merr tensione të pasakta ose të ndërprera dhe merr vendime bazuar në informacione të kontaminuara. Ai rregullon gabimisht përzierjen e karburantit, modifikon kohën në mënyra të çuditshme dhe motori thjesht nuk funksionon siç duhet. Zgjidhja është sistematike, por jo e komplikuar. Blimi një kanaçe pastrues kontakti elektrik kushton rreth $8. Filloni duke identifikuar lidhësit kryesor, sensorin e oksigjenit, sensorin MAF, sensorin e pozicionit të boshtit, sensorin e temperaturës së ftosit, lidhësit e spirales së ndezjes. Shkëputni me kujdes çdo lidhës duke shtypur kapësen e lëshimit. Inspektoni kunjat brenda lidhësit për korozionin jeshil, të bardhë ose thjesht të errët. Spërkatni bujarisht pastruesin e kontaktit brenda lidhësit dhe në kunja. Lëreni të avulloj plotësisht, gjë që zgjat disa minuta. Pastaj aplikoni një sasi të vogël yndyre dielektrike në kunja përpara se të rilidheni. Yndyra dielektrike është e veçantë sepse nuk përcjell energji elektrike, por mbyll kunjat kundër lagështisë së ardhshme. Rilidhni fort çdo lidhës derisa të dëgjoni krikimin. Pastrimi profesional i injektorëve të karburantit që rikthen atomizimin. Nëse makina juaj lëkundet kur po shpejton ose konsumon më shumë karburant se normalisht, problemi është zakonisht me dorëzimin. Motori varet nga një mjegull e imët dhe atomizuar në mënyrë perfekte e benzinës. Kur injektorët funksionojnë mirë, çdo pikë spërkatet në miliona grinca mikroskopike. Megjithatë, mbetjet e karburantit gatuhen në majat e nxehta të injektorëve, duke formuar një lak të fortë që bllokon vrimat më të vogla se një flok njeriu. Në vend të një mjegulle të përsosur, ju merrni një pikë të dobët dhe të pabarabart, pa mjegull, pa muskuj. Ndërsa pastruesit e dyqaneve punojnë për tanke të lehta, kur performanca bie dukshëm, ju duhet artilleri e rëndë. Një shërbim profesional me komplet në presion, lidh injektorët me një tretës të përqendruar me fuqi të lartë, ndërsa motori funksionon për 20 minuta. Ky proces, fjalë për fjalë, shpërndan lakun dhe papastërtitë menjëherë. Dalimi pas shërbimit është jashtëzakonshëm. Përgjigja e mbutjes është përsëri e qartë, boshe, zbutet, sepse të gjithë cilindrat marrin të njëjtën sasi karburanti dhe belbëzimi me mbutje të plot zhduket. Pastrimi i theli karbonit të brendshëm që po mbit motorin tuaj. Me kalimin e kohës, bloza e zezë ngjitse grumbullohet në heshtje brenda motorit tuaj, duke u ngjitur në valvulat, pistonët dhe sistemin e marrjes. Edhe pse e padukshme nga jashtë, efektet e tij janë shkatërruese. Boshe bëhet e ashpër, përshpejtimi ndihet i ngadaltë dhe shfaqen tinguj të çuditshëm trokitjeje. Ky karbon është rezultati i djegjes jo të plot, i përshpejtuar nga udhëtime të shkurtra, ku motori nuk arrin temperaturën e tij ideale, ose nga përdorimi i benzinës me cilësi të ulët. Imagjinoni që motori juaj përpiqet të vrapojë një maraton me një çorape në gojë. Kështu ndihet e mbëtur rrjedha e ajrit. Lajmi i mirë është se ju mund t'i jepni motorit tuaj një ditë spa me dy opsione kryesore. E para është përdorimi i aditivëve të karburantit me cilësi të lartë. Thjesht e derdhni në rezervuar dhe lini kimikatet të lëshojnë depozitat gradualisht gjatë vozitjes. Është ideale si mirëmbajtje parandaluese. Opsioni i dytë për raste të rënda është shpërthimi i arrave. Një shërbim profesional ku lvozhgat e grimcuara të arrës qellohen në marrje. Ato janë mjaft gëryese për të hequr karbonin e fortë, por mjaft të buta për të mos dëmtuar metalin. Inspektoni dhe pastroni trupin e mbujtjes që të gjithë harrojnë. Më shumë se 60% e shoferëve injorojnë një pjesë kritike që mund të shkatërrojë përvojën e drejtimit, trupin e mbujtjes.
Ky komponent kontrollon saktësisht se sa ajër hyn në motor përmes një valvule mbutjeje. Me përdorim, avujt e vajt dhe pluri përzihen së bashku për të krijuar një kore të zezë ngjitse në skajet e kësaj valvule. Në kohën kur makina arrin 121 milje, kjo papastërti shpesh bllokon rrjedhën e ajrit dhe ndërhyn në sensorët e pozicionit, duke bërë që kompjuteri i motorit të marrë me mend përzierjen dhe të bëjë që motori të pengohet, të rrotullohet lart e poshtë në mënyrë të çrregullt apo edhe të fiket në semafor. Pjesa më e mirë është se rregullimi i tij zgjat vetëm disa minuta dhe nuk kërkon mjete profesionale. Ju duhet vetëm një pastrues specifik për trupat e përshpejtimit dhe një leck. Procesi është i drejtë për drejtë. Shkëputni zorën e marrjes, hapni valvulën e fluturës duke shtypur pedalin e këmbës nëse është elektronike dhe spërkatni produktin direkt në blozë. Fërkojeni me një furçë dhëmbësh të vjetër derisa të shihni metalin me shkëlqim dhe lëreni të thahet për 5 minuta përpara se ta bashkoni përsëri. Pastroni sensorin e rrjedhës së ajrit masiv që është i verbër. I vendosur midis filtrit të ajrit dhe marrjes, sensori MAF është përgjegjës për matjen me saktësi kirurgjikale se sa ajër rrjedh në cilindra. Ky informacion është jetik për ICU për të balancuar përzierjen karburant-ajër. Ku sensori është i pastër, ju merrni fuqi dhe efikasitet maksimal. Por kur një shtrese holl pluri ose vaji e mgullon atë, sensori fillon të dërgojë të dhëna të gabuara. Papritmas, motori ndihet i fikur, ekonomia e karburantit përkeqësohet dhe drita e kontrollit të motorit ndizet në pult. Sensori përdor një tel delikat që ftohet me kalimin e ajrit. Nëse është i ndotur, matja bëhet e ngadaltë dhe kompjuteri redukton karburantin duke menduar se po hyn më pak ajër se sa është në të vërtetë. Pastrimi i tij është qesharakisht i lehtë dhe nuk kërkon mjete komplekse. Thjesht shkëputni sensorin, hiqeni nga kanali i tij dhe përdorni vetëm një pastrues posaçërisht për sensorët MAF. Është thelbësore të mos përdorni pastrues frenash ose alkool, pasi ato mund të shkatërrojnë elektronikën. Spërkatni filamentin bujarisht nga kënde të ndryshme pa e prekur fizikisht, pasi është jashtëzakonisht i brisht. Lëreni të thahet në ajër për 5 minuta dhe riinstallojeni atë. Zëvendësoni strategjikisht komponentët e konsumuar përpara se të dështojnë. Motorët janë tepër të fortë. Disa shkojnë 300.000 milje ose më shumë pa rrahur çepallën, por pjesët rreth tyre nuk janë aq të pamposhtura. Ngadalë, por me siguri, komponentët kryesor konsumohen dhe kur e bëjnë, performanca bie. Përshpejtimi bëhet i ngadalt dhe dembel. Ekonomia e karburantit vuan. Ndezjet e gabuara bëhen të rregullta. Dhe ajo ndjesi e butë e makinës së re zhduket plotësisht. Filloni me gjërat thelbësore, pjesët që kanë ndikimin më të madh në mënyrën se si funksionon motori juaj. Kandelat kryesojnë listën. Vetëm kandelat e shpenzuara mund të vjedhin deri në 30% të energjisë tuaj. Hendeku zgjerohet me përdorimin, shkëndia dobësohet dhe djegjia bëhet e paplot. Por këtu është gjëja interesante. Zvendësimi i tyre vetë mund t'ju kushtoj vetëm $20 dhe një pasditë pushim. Ju nuk keni nevojë të shpenzoni 300 në punëtori për diçka që mund të bëni me mjetet bazë. Mbështjeljet e ndezjes janë si më poshtë. Këto transformojnë tensionin e ulët të baterisë tuaj në mijëra volt të nevojshme për të bërë shkëndijën të fluturojë. Kur të shtojnë, ju keni ndezje të gabuara, motori dridhet dhe drita e motorit të kontrollit ndizet. Rripat e kohës janë absolutisht kritike në motorët e ndërhyrjes. Nëse prishet ndërsa motori është në punë, valvulat dhe pistonët përplasen duke shkaktuar dëme katastrofike prej mijëra $. Zvendësojeni atë sipas intervalit të prodhuesit pa përjashtime. Zorët e marrjes plasariten dhe ndahen me moshën duke lejuar rrjedhjen e vakumit. Këto rrjedhje shkaktojnë hyrjen e ajrit të pamatur, duke shkatëruar përzierjen e karburantit. Dhe mos harroni kastin mbështetës. Bateria juaj mban të gjithë sistemin elektrik në punë. Frenat nuk janë pjesë e motorit, por ato ndikojnë në mënyrën se si ndihet e gjithë makina. Lëngjet kanë nevojë për ndryshime të rregullta për të mbrojtur çdo sistem. Të gjitha luajnë një rol në mbajtjen e motorit tuaj të shëndetshëm dhe të përgjegjshëm. Këtu është një armë sekrete për ato rrjedhje të vogla vaji që vijnë me moshën. Një produkt për rimbylljen e motorit. Pastroni valvulen, PCV, që askush nuk e mban mend derisa të dështojë. Ky komponent i vogël ndihmon në heqjen e gazrave të dëmshëm nga karteri dhe i dërgon ato përsëri në motor për t'u djegur. Kjo e mban performancën të fortë dhe emetime të ulta.
është pjesë e sistemit të ventilimit të karterit që parandalon rritjen e presionit brenda bllokut të motorit. Kur funksionon siç duhet, është heroi i heshtur që mban gjithçka të ekuilibruar. Por me kalimin e kohës, valvula mund të bllokohet me lumë dhe karbon. Avojt e vajit dhe mbetjet e djegjes gatuen në valvull duke formuar depozita ngjitse që përfundimisht e mbëllin atë plotësisht. Kur kjo ndodh, presioni i karterit fillon të grumbullohet pa ku të shkojë. Papritur, filloni të shihni rrjevje vaji që shfaqen në vende të rastësishme. Ekonomia e karburantit përkeqësohet, sepse motori po lufton presionin e brendshëm. Konsumimi i motorit përshpejtohet, sepse ai presion po e detyron vajin aty ku nuk duhet të jetë dhe po krijon kushte që nuk janë optimale për lubrifikim. Simptomat janë të qarta pasi të dini se çfarë të kërkoni. Njolla vaj në garazhin tuaj që nuk ishin aty më parë. Të mblu nga shkarkimi, veçanërisht kur filloni. Rritja e konsumit të vajit pa rrjevje të dukshme dhe një erë vaji djegur që nuk mund ta gjeni. Pastrimi ose zëvendësimi i valvulës. PCV është mirëmbajtje parandaluese që parandalon probleme shumë më të mëdha dhe më të kushtueshme. Procedura është e drejtë për drejtë. Së pari, konsultohuni me manualin e automjetit tuaj për të gjetur saktësisht valvulën. Mund të jetë në kapakun e valvulës, në një zorë të lidhur me karterin ose të integruar në sistemin e marrjes. Së duti, hiqni me kujdes valvulën. Hiqeni nga priza nga zora e tij ose grome ku është futur. Disa dizajne thjesht tërhiqen, të tjerët kërkojnë thjerje. Së treti, inspektoni valvulën. Tundeni fuqishëm. Nëse dëgjoni një zhurmë të pastër metalike, do të thotë se valvula e brendshme lëviz lirshëm, dhe ndoshta po funksionon. Nëse nuk lëshon një tingull, është i mbërthyer me balt dhe plotësisht i vdekur. Së katërti, nëse tingëllon, por dëshironi ta pastroni gjithsesi, përdorni pastrues karburatori ose pastrues frenash. Zëvendësimi i një kapaku gazi të plasaritur ose të dëmtuar që nuk kushton pothuajse asgjë. Ahjokthese e vogël në kryet e rezervuarit bën shumë më tepër se sa mendoni. Ndihmon në mbëlljen e presionit brenda sistemit tuaj të karburantit. Kur plasaritet ose konsumohet, ai lejon ajrin të depërtojë, gjë që çekuilibron plotësisht përzierjen ajër karburant të motorit tuaj. Rezultati është boshe e ashpër dhe e dhëmzuar. Motori lëkundet kur përshpejtoni, goditje të rastësishme që nuk kanë kuptim, dhe po, ajo drita e bezdishme motorit që ndizet në pult. E gjithë kjo për një copë $20 që shumica e shoferëve e injorojnë plotësisht. Edhe më keq, një vulë e keqe do të thotë që avujt e benzinës po ikin. Këto janë fjalë për fjalë para që avullojnë ajër. Ekonomia juaj e karburantit shkon drejtë në kullim, sepse po humbni gazin për të cilin keni paguar, por nuk mund të digjet kurrë. Dhe në disa vende, dalja nga avujt e karburantit mund të bëjë që makina juaj të dështojë në inspektimin e emetimeve. Për fat të mirë, rregullimi i tij është qesharakisht i lehtë. Ju nuk keni nevojë për asnjë mjet ose çoni makinën te një mekanik. Thjesht blini kapakun e duhur zvendësues për modelin tuaj dhe ktheni atë në vend. Nëse kalloni nëpër një dyqan për ndonjë arsye, mund të paguani diku nga $100 deri në $120 për diçka që përfshin pjesën dhe punën. Por shumica e njerëzve mund ta bëjnë atë për shumë më pak vetë. Thjesht blini kapakun në një dyqan pjesësh automjetesh, hiqni të vjetrën dhe vidhosni terren derisa të dëgjoni disa klikime. Ato klikime ju tregojnë se është shtrënguar dhe mbyllur siç duhet. Nëse dëshironi që të zgjas edhe më gjatë, përmirësoni në një kapak gazi rezistent ndaj etanolit. Karburantet moderne si E10 ose E15 përmbajnë etanol, i cili është alkool. Etanoli thith lagështin nga ajri dhe kjo lagështia bën që goma e zakonshme të fryhet dhe të bëhet ngjitse. Me kalimin e kohës, kapakët e lirë ngecin, plasariten ose humbasin aftësinë e tyre për të mbyllur. Pastroni kapakun e gazit dhe qafën e mbushesit që askush nuk e pastron. Kur motori juaj fillon të veprojë çuditshëm, me një përgjigje boshe të ashpër, të ngadalt, apo edhe një dritë të rastësishme të motorit të kontrolit, mendja juaj ndoshta hidhet në probleme të mëdha dhe të shtrenjta. Po ndonjëherë, problemi është ullur menjëherë pas derës së karburantit. Me kalimin e kohës, pluri, papastërtia dhe papastërtit nga rruga, hyjnë fshehurazi dhe vendosen në kapakun e gazit dhe qafën e mbushësit. Nuk duket shumë, derisa ajo papastërti të pengojë mbylljen e duhur të kapakut. Kjo vulje dobët lejon që ajri të depërtojë në sistemin tuaj të karburantit, duke ndryshuar presionin dhe duke ngatëruar karburantin në të cilin mbështetet motori juaj. Presioni i gabuar ngatëron sensorët.
Kompjuteri i motorit merr sinjale të përzjera se sa karburant duhet të injektoj. Përzierja është jashtë ekuilibrit. Dhe papritmas motori juaj nuk funksionon pa ndonjë arsye të dukshme mekanike. Rregullimi i tij është i shpejtë dhe nuk kërkon ndonjë mjet të veçantë. Së pari, rrotulloni kapakun e gazit dhe hiqeni plotësisht. Së duti, kapni një leckë të pastër dhe spërkatni lehtë VD40 mbi të. Asnjëherë më spërkatni direkt në kapakun e karburantit ose hapjen, sepse krijon rrëmuj dhe mund të kontaminojë sistemin tuaj. Së treti, pastroni pjesën e poshtme të kapakut të gazit, veçanërisht unazën e gomës. Kjo është pjesa që vullos gjithçka. Kjo unazë është kritike. Nëse është i mbulluar me pluhur ose pa pastërti vajore, nuk mund të bëjë kontakt të pastër me qafën e mbushësit. Së katërti, pastroni pjesën e brendshme të qafës së mbushësit, veçanërisht fijet ku vidhoset kapaku. Do të habiteni se sa pa pastërti fshihet atje. Përdorni leckën për të fshirë sa më shumë pjesën e brendshme që mund të arrini. Kur të keni mbaruar, vidhojeni kapakun përsëri derisa të klikojë. Instalimi i lodhit të duhur të kapakut të gazit bën ndryshimin. Makinat janë ndërtuar për të punuar me një kapak gazi të ajrosur ose jo të ajrosur. Përzejeni ata djemë së bashku dhe performanca juaj fillon të bjerë. Nëse sistemi juaj ka nevojë për një kapak të paajrosur, por instaloni një të ajrosur, presioni shpëton, avujt e karburantit të rjedhin dhe motori juaj funksionon i dobët dhe jashpër. Një përzierje e dobët do të thotë shumë ajër dhe shumë pak karburant, duke bërë që motori të nxehet dhe të mbarojë energjinë. Përdorimi i një kapaku të paventiluar në një sistem të ajrosur shkakton grumbullimin e presionit. Kjo vendos stres në pompën tuaj të karburantit dhe ngatëron rrjedhën e ajrit. Motori juaj tendoset, nxehet dhe ju përfundoni me performancë të dobët dhe ndoshta dëmtim të komponentëve të sistemit të karburantit. Shumica e kapakëve zvendësues duken identik nga jashtë, por jo të gjithë sillen njësoj. Ato kanë valvula të ndryshme të brendshme ose pa valvula fare në varësi të dizajnit. Pra, daloni hamënësimet e përshtatjes universale. Në vend të kësaj, kontrolloni manualin e pronarit tuaj. Ju tregon saktësisht se çfarë lloji ju nevojitet, i ajrosur ose jo i ajrosur. Dhe nëse nuk jeni të sigurt ose manuali nuk është i qartë, pyesni mekanikun tuaj ose punonjësinë e dyqanit të pjesëve të automjeteve. Tregojeni atyre vitin, markën dhe modelin tuaj të saktë. Çepini paketimit një vitamin silikoni ringjallëse. Ajo unaz gome në kapakun tuaj të gazit punon më shumë nga sa mendoni. Ai mbyll presionin, bllokon ajrin jashtë dhe mban motorin tuaj të funksionojë pa probleme. Por me kalimin e kohës, thahet, ngurtësohet dhe humbet kontrollin e tij. Gjehtësia ekstreme e verës e pjek atë, i ftohti i dimrit e ngrin, kimikatet e etanolit në karburantin modern e sulmojnë atë. Përfundimisht, ajo gomë fleksibël bëhet një unazë fort që nuk mund të formojë më një vull të përsosur. Paketimi i thatë nuk mund të mbyllet siç duhet. Kjo do të thotë se avujt e karburantit të rrjedhin, presioni bëhet i paqëndrueshëm dhe problemet e befasishme të motorit lindin pa paralajmërim. Kompjuteri i motorit merr lehtësime të çuditshme të presionit dhe fillon të bëjë rregullime të pasakta në përzierjen e karburantit. Rregullimi është t'i jepni atij një dozë ndyre silikoni. Mendoni për atë si një vitamin për paketimin tuaj. Një herë në vit, shpenzoni 2 minuta për këtë mirëmbajtje të thjeshtë. Ka pëndyrën e silikonit dielektrik të pastër. Mund ta gjeni në çdo dyqan pjesësh automjetesh për disa dollar. Vendosni një sasi bizele në një gisht të pastër. Pastaj, lyeni butësisht rreth unazës së gomës në kapakun e gazit. Ju nuk keni nevojë për shumë, vetëm një shtresë të hollë, të barabartë. Këtu është truku që bën ndryshimin. Vidhosni kapakun dhe hiqeni disa herë. Kjo lëvizje përdretëse shpërndan ndyrën në mënyrë të barabartë rreth të gjithë unazës dhe e punon atë në gomë. Ai gjithashtu shpërndan ndyrën në fijet e qafës mbushëse në mënyrë që kapaku të vidhoset pa probleme. Përfitimet janë të menjëhershme. Rredhni sistemin e frenimit për një pedal më të fortë dhe motor më efikas. Prisni, frenat nuk kanë të bëjnë me motorin, apo jo? E po, indirekt ata e bëjnë. Kur sistemi juaj i frenimit ka blokuar ajrin, pedali ndihet sfungjeror dhe ju duhet të shkelni më thellë mbi të për të ndaluar makinën.
Kjo do të thotë që ju po I vendosni frenat më shpesh dhe për periudha më të gjata. Sa herë që frenoni, ju po konvertoni energjinë kinetike në nxehtësi. Nëse frenat tuaja nuk funksionojnë në mënyrë efikase, duhet të frenoni më herët dhe më shpesh, që do të thotë se motori juaj duhet të punojë më shumë për të rifituar atë shpejtësi. Është një cikël që harxhon karburant dhe vendos stres të panevojshëm në motorin. Ajri hyn gradualisht në sistemin e frenimit me kalimin e kohës. Lëngu I frenave është higroskopik, që do të thotë se thith lagështin nga ajri përmes zorëve të gomës mikroskopike poroze. Kjo lagështi mund të kthehet në fluska të vogla avulli në nxehtësi ekstreme. Ajri është I kompresueshëm, ndërsa lëngu jo. Kur shtypni pedalin e frenave dhe ka ajër në linja, ai ajër kompresohet në vend që të transferojë të gjithë presionin në kaliper. Rezultati është një pedal sfungjeror që shkon më poshtë se sa duhet. Frenimi bëhet më pak efektiv, gjë që është veçanërisht e rrezikshme në situata emergjente ku keni nevojë për çdo milimetër fuqi ndalimi. Procedura e plotë e rrjevjes së sistemit të frenimit heq të gjithë ajrin e bllokuar. Ju duhet të filloni nga timonja më e largët nga cilindri kryesor, I cili zakonisht është pjesa e pasme e djathtë, dhe të shkoni drejt atij më të afërt. Metoda tradicionale kërkon 2 persona. Njëri pompon pedalin e frenave për të ndërtuar presion, ndërsa tjetri hap valvullën e rrjevjes në kaliper. Lëngu me fluska ajri qellon jashtë. Ata mbyllin valvullën, përsërisin derisa lëngu të dalë plotësisht I pastër pa fluska. Përndryshe, mund të përdorni një pompë vakumi që thith lëngun e vjetër përmes sistemit, duke ju lejuar ta bëni punën vetëm. Gjatë gjithë procesit, duhet ta mbani rezervuarin e cilindrit kryesor të mbushur me lëng të freskët. Nëse e lini të shkojë shumë poshtë, do të thithni ajër nga lart, duke anulluar të gjithë punën tuaj. Kontrolloni dhe zëvendësoni zorët e përkeqësuara të ftosit përpara se të dështojnë. Zorret e gomës që mbajnë ftos midis motorit, radiatorit dhe bërtamës së ngrosit janë vazhdimisht të ekspozuara ndaj nxehtësisë dhe presionit ekstrem. Me kalimin e viteve, ajo gomë bëhet e fortë dhe brisht. Zorët që ishin fleksibël kur ishin të reja, ndihen të ngurta si tuba plastik. Sarjet të vogla fillojnë të shfaqen në sipërfe. Në disa raste, zorra fruhet si tullumbace në pika të dobta. Këto janë të gjitha shenja paralajmëruese se dështimi është I afërt. Një rrjedhje e vogël e ftosit mund të mos duket si një punë e madhe në fillim. Ju humni pak lëngje, rimbushni atë dhe vazhdoni të vozisni. Por problemi është se edhe një rrjedhje e vogël fut ajër në sistemin e ftojës. Ai ajër formon fluska që ndërhyjnë në qarkullimin e duhur të ftosit. Zonat e motorit fillojnë të nxehen më shumë se sa duhet. Me kalimin e kohës, kjo shkakton bincehje graduale që mund të deformojë kokën e cilindrit ose të shpërthejë cop litarit të kokës. Dhe nëse një zorr prishet plotësisht gjatë vozitjes, veçanërisht zorra e sipërme e radiatorit që mbart ftohës me presion të lartë, motori juaj do të humbas të gjithë ftosin e tij në sekonda. Motori do të mbincehet aq shpejt sa mund të shkaktojë dëme të përhershme përpara se të ndaloni në mënyrë të sigurt. Inspektimi vizual është I thjeshtë, por shumica e njerëzve nuk e bëjnë kurrë. Me motorin e ftohtë, hapni kapucin dhe ekzaminoni çdo zorr ftose që mund të shihni. Shtrydhini butësisht. Ata duhet të ndihen të fortë, por me një farë fleksibiliteti. Nëse ndihen të fortë si shkëmb ose të butë si sfungjer, ata janë të vdekur. Kërkoni carje sipërfaqësore, ëndje ose njolla të lagura që tregojnë rrjedhje të ngadalta. Kontrolloni kapset në secilin skaj duke u siguruar që ato të jenë të ngushta. Nëse gjeni ndonjë zorr të dyshimit, zëvendësojeni atë përpara se të dështojë. Zorrët nuk janë të shtrenjta. Zakonisht midis 10 dhe $30 secila. Pastroni terminalet dhe kablot e baterisë më thellë nga sa keni menduar. Ne kemi folur tashmë për pastrimin e terminaleve të baterisë, por ka një nivel tjetër që shumica e njerëzve nuk e arrin kurrë. Vetë telat, ato telat të trashë të lidhur me baterinë, mund të gërryhen nga brenda pa e parë nga jashtë. Korozioni zvaritet në izolimin plastik ose gome dhe sulmon bakër brenda. Nga jashtë, kabloja duket mirë, por brenda, fijet e bakrit po kthehen në pluhur jeshil. Ky korozioni brendshëm vepron si rezistencë elektrike. Rryma që duhet të rrjedh lirshëm nga bateria në motorin fjestar dhe pjesa tjetër e sistemit elektrik po pengohet. Simptomat janë zhgënjuese sepse janë të ndërprera dhe të paparashikueshme. Ndonjëherë, makina fillon në mënyrë perfekte. Herë të tjera, dëgjoni klikimin e solenoidit, por motori nuk rrotullohet.
ose motori ndizet, por të gjitha sistemet elektrike duken të dobta. Dritat zbehen, radio fiket momentalisht, instrumentet e pultit pulsojnë. Për të kontrolluar nëse telat tuaj janë të gëryer nga brenda, inspektojini ato pranë terminaleve. Nëse kabloja ndihet e ngurtë dhe e fortë në vend të fleksibël, kjo është një shenjë keqe. Nëse mund të shihni ndonjë cëngirosje jeshile në bakër ku lidhet me terminalin, korrozioni ka përparuar padyshim brenda telit. Në raste të rënda, fjalë për fjalë mund ta përkullni telin dhe ta ndjeni atë të plasaritet sepse fijet e brendshme janë tyer. Kablot e baterisë të gëryera rënd kanë nevojë për zëvendësim të plotë. Nuk ka asnjë mënyrë për të pastruar korrozionin e brendshëm pasi të ketë përparuar. Kablot zëvendësuese janë relativisht të lira, zakonisht midis $20 dhe $50 për palë. Sigurohuni që të blini kablo të matësit të duhur për automjetin tuaj. Remsoni ECU boshe pas mirëmbajtjes së madhe. Kur bëni pastrime të rëndësishme si trupi i mbutjes, sensori MAF ose injektorët, ju po ndryshoni rrënjësisht mënyrën se si ajri dhe karburanti rrjedhin përmes motorit. Por kompjuteri juaj i motorit është ende duke punuar me vlerat e vjetra që mësoi kur gjithçka ishte ndotur. ECU ka vlera adaptive që i rregullon me kalimin e kohës për të kompensuar konsumimin dhe papastërtitë. Kur pastroni gjithçka, ato vlera adaptive tani janë të pasakta. Rezultati është se motori mund të funksionojë çuditshëm menjëherë pas mirëmbajtjes. Punimi mund të jetë i paqëndrueshëm. Përgjigjja e mbutjes mund të ndihet e çuditshme ose mund të merrni edhe kode të përkohshme të defektit. Për fat të mirë, procedura e rimësimit është e thjeshtë. Pas përfundimit të mirëmbajtjes, ndizni motorin pa prekur pedalin e gazit. Lëreni boshe plotësisht të pangarkuar për të paktën 5 minuta. Gjatë kësaj kohe, ECU po mat vlerat e reja të rrjedhës së ajrit, pozicionit të valvulës së mbutjes dhe përzierjes së karburantit. Ai po rikalibron vlerat e tij bazë. Më pas, ai drejton makinën pa probleme për rreth 20 minuta, duke përfshirë një përzierje ingranazhesh. Përshpejtoni gradualisht, mbani një shpejtësi konstante në autostradë nëse është e mundur, ngadalsoni butësisht. Gjatë kësaj drejtimi, ECU po mëson se si motori reagon në kushte të ndryshme me sistemet e tij të sapo pastruara. Shmangni përshpejtimin agresiv ose drejtimin me performancë të lartë gjatë kësaj periudhe mësimi. Pas ciklit të plotë të rimësimit, motori përshtatet me kushtet e pastra dhe fillon të funksionojë siç duhet. Kontrolloni dhe rregulloni sakt tensionin e rripit të ndihmës. Rripi i gjarpërinjve që drejton të gjitha aksesorët tuaj, alternatori, pompa e ujit, timoni, kompresori i ajrit të kondicionuar, duhet të jetë saktësisht në tensionin e duhur. Shumë i lirshëm dhe rripi rreshqit. Do të dëgjoni zhurma kërcitse, veçanërisht gjatë fillimit të ftohtë ose kur ndizni kondicionerin. Kjo rreshqitje gjeneron nxehtësi që lustron rripin duke e bërë atë të fortë dhe kërcitës. Edhe më keq, aksesorët nuk rrotullohen me shpejtësinë e duhur. Alternatori juaj nuk karikohet plotësisht. Drejtimi juaj ndihet i rënd. Kondicioneri juaj është i dobët. Tensioni shumë i ngushtë dhe i tepërt shkatëron kushinetat në të gjitha ato pajisje para kohe. Kushinetat janë krijuar për të trajtuar forcat normale të funksionimit, jo ngarkesën e tepërt anësore të një rripi të mbingarkuar. Kam parë alternatorët, pompat e ujit dhe kompresorët e ajrit të kondicionuar të dështojnë jo sepse janë konsumuar natyrshëm, por sepse dikush e shtrëngoi rripin shumë fort duke menduar se më shumë tension është më mirë. Kontrollimi i tensionit të duhur është i thjeshtë. Me motorin të fikur, shtypni rripin në mes të shtrirjes më të gjatë midis rrotullave. Duhet të zhytet në rreth gjysmë inç me presion të moderuar të gjishtit të madh. Më shumë se kaq dhe është shumë i lirshëm. Më pak se kaq dhe është shumë e ngushtë. Shumë automjete moderne kanë tensionues automatik të ngarkuar me susta që duhet të ruajnë tensionin e duhur automatikisht. Por ato burime dobësohen me kalimin e kohës. Nëse makina juaj ka një tensionues automatik dhe rripi është shumë i lirshëm, tensionuesi duhet të zvendësohet. Përdorni vaj motori të cilësisë dhe specifikimit të duhur çdo herë. Jo gjithë vajrat janë të njëjtë, edhe nëse etiketa thot sintetike. Motori juaj është projektuar për të punuar me një vaj me viskozitet specifik dhe certifikata të caktuara. Këto specifikime nuk janë sugjerime, ato janë kërkesa inxhinierike. Viskoziteti i saktë është kritik për mbrojtjen në temperatura të ndryshme. Një vaj 5V30 rrjedh ndryshe nga një vjet V40.
Numri I parë është viskoziteti I ftohtë, I dyti është viskoziteti I nxehtë. Përdorimi I viskozitetit të gabuar do të thotë që vaji juaj është shumë I trashë kur motori është I ftohtë, duke shkaktuar konsumim gjatë ndezjes, ose është shumë I hollë kur motori është I nxehtë, duke mos arritur të mbrojë në ngarkesë. Certifikatat gjithashtu kanë shumë rëndësi. Kërkoni shenja certifikimi API në shishe, të tilla si API SN+ ose API SP. Këto certifikata nënkuptojnë se vaji ka kaluar teste rigoroze për mbrojtjem nga konsumi, depozitat, konsumin e vajit dhe përputhshmërinë me sistemet moderne të emetimeve. Disa prodhues kanë specifikimet e tyre shtesë. Motorët evropian shpesh kërkojnë miratime specifike si VV50200 ose BMW LL01. Këto numra kanë rëndësi, sepse ata motor kanë toleranca më të ngushta dhe kërkojnë formulime specifike vaji. Drejtoni motorin rregullisht në temperaturë të plot funksionimi. Ky është truku që askush nuk e përmend, por që mund të jetë më I rëndësishmi nga të gjithë. Nëse bëni vetëm udhëtime të shkurtra të vazhdueshme, duke voxitur 5 ose 10 minuta në dyqan, në punë ose për të lënë fëmijët, motori juaj nuk arrin kurrë temperaturën e tij të plot të funksionimit. Ju mund të mendoni se është nxehtë, sepse matësi I temperaturës lëvizi, por I gjithë motori, veçanërisht vaji, nuk ka arritur temperaturën e tij optimale të punës. Kur motori funksionon vazhdimisht I ftohtë ose I ngrohur, ndodhin disa gjëra të këqija. Së pari, kondensimi grumbullohet në vaj. Sa herë që motori ftohet, lagështia në ajër kondensohet brenda motorit. Kur voxitni mjaftueshëm larg që motori të arrijë temperaturën e plot, ajo lagështi avullon dhe nxirret përmes sistemit PCV. Por në udhëtime të shkurtra nuk nxehet kurrë aq sa të djega të lagështi. Me kalimin e kohës, vaji kontaminohet me ujë, duke formuar atë lum të verdhë të ngjashëm me majonezë nën kapakun e vajit. Së dyti, karburanti I padjegur hollon vajin. Gjatë ndezjes së ftohtë, motori injekton karburant shtesë për të ndezur. Një pjesë e atij karburanti lan muret e cilindrit dhe përzihet në vajin. Në temperaturën e plot të funksionimit, ai karburant avullon nga vaji. Por në udhëtime të shkurtra, ai qëndron në vaj duke e holluar atë dhe duke zvogëlluar aftësinë e tij për të lubrifikuar. Së treti, depozitat e karbonit formohen më shpejt sepse djegja jo e plot gjatë funksionimit të ftohtë lë më shumë mbetje. Zgjidhja është e thjeshtë. Të paktën një herë në javë, drejtoni makinën tuaj në një udhëtim më të gjatë. 20 ose 30 minuta në autostradë janë ideale. Lëreni motorin të arrijë dhe të ruaj temperaturën e tij të plot të funksionimit. Vaji nxehet plotësisht, duke djegur ndocit. Sistemi I ftojës qarkullon plotësisht. Depozitat e karbonit digj. Të gjitha sistemet funksionojnë në kushtet për të cilat janë projektuar. Nëse vërtet nuk mund të bëni udhëtime të gjata për shkak të situatës suaj të jetesës, të paktën merrni parasysh ta lini motorin të punojë derisa të arrijë temperaturën e plot her pas here. Megjithse vozitja është shumë më e mirë sepse ngarkon motorin duke detyruar gjithçka të funksionojë siç duhet. Bëni këto 22 truke të thjeshta dhe motori juaj jo vetëm që do të funksionojë, por do të përplitet sikur sapo u largua nga koncesionari. Ju nuk keni nevojë të jeni një mekanik mjeshtër ose të shpenzoni mijëra dollar në dyshemen e dyqanit.